Botohet bibliografia e fondit albanologjik të Bibliotekës Publike Thimi Mitko në Korçë, një libër që nxjerr në dritë të zhvillimin e studimeve shqiptare, promovimin e historisë dhe kulturës korçare dhe asaj shqiptare, përmes hulumtimit dhe evidentimit të fondit albanologjik, por njëkohësisht edhe për të theksuar rolin e rëndësishëm të bibliotekës në funksion të kërkimit shkencor. Puna për këtë botim ka nisur një vit më parë nga Biblioteka Thimi Mitko, Universiteti Fanoli me mbështetjen e Akshit. Bëhet fjalë për një bibliografi retrospektive, sipas një renditje kronologjike, duke filluar nga viti 1541 deri në vitin 1930. Një periudhë kohore kjo, në të cilën ka ndodhur ngjarje shumë të rëndësishme në Shqipëri. Në promovimin e këtij botimi të rëndësishëm morën pjesë pedagog, student, punonjës të bibliotekës dhe të tjerë qytetarë të interesuar. Pas punës më shumë se një vjeçare, ne arritëm të ulumtonim pjesën më të madhe të fondit, edhe pse vështirësitë ishin shumë të mëdha. Sot kemi në dorë një libër bibliografik i cili pasqyron pothuajse të gjitha zërat e fondit të albanologjisë të kësaj biblioteke dhe pa frikë mund të themi se është një nga krenaritë tona qytetare, por edhe më gjerë. Libri rendit të gjitha titujt e fondit të albanologjisë, duke nisur nga botimi më i hershëm i vitit 1541 dhe shtrihet deri në vitet 90. Periudha e studiuar le hapësirë edhe për të tjera studime në të ardhmen të botimeve albanologjike shqiptare.